Kompania e pagesave Stripe dhe shoqëria e investimeve private Advent International kanë bërë një ofertë përbashkët për të blerë PayPal për $60.5 për aksion në një marrëveshje që do ta vlerësonte kompaninë e pagesave në më shumë se $53 miliardë, thanë dy persona të njohur me çështjen. Oferta e paraqitur më herët këtë muaj mbështetet nga rreth $50 miliardë financim të premtuar nga bankat dhe përfaqëson një premium për rreth 28% ndaj çmimit të mbylljes së aksioneve të PayPal të martën. Advent nuk pranoi të komentonte çështjen, ndërsa PayPal dhe Stripe nuk u përgjigjen kërkesave të Reuters për një koment. Propozimi vjen pas një oferte të mëparshme të bërë në fillim të prillit. Stripe dhe Advent nuk kanë marrë një përgjigje nga PayPal dhe po kërkojnë të çojnë përpara diskutimet në javët e ardhshme. Sipas propozimit, Stripe dhe Advent do ta zotërojnë së bashku PayPal, me secilën kompani që do të mbante një pjesë të barabartë në vend që ta ndanin kompaninë. E themeluar në fund të viteve 1990, PayPal ishte një lojtar i hershëm në pagesa digjitale, por është përballur me konkurrencë në rritje pasi konsumatorët kanë përqafuar metoda alternative të pagesave dhe rivalët si Apple Pay dhe Google Pay kanë fituar pjesë të tregut. PayPal i ka shpenzuar vitet e fundit duke u përballur me ngadalësim të rritjes dhe intensifikimin e konkurrencës në pagesa digjitale, duke zhdukur pjesën më të madhe të vlerës në treg që fitoi gjatë pandemisë. Kapitalizimi i tregut të kompanisë arriti kulmin në rreth $360 miliardë në vitin 2021 dhe ra në afërsisht $36 miliardë këtë vit. PayPal ka humbur më shumë se 40% të vlerës së tregut gjatë 12 muajve të fundit. Pasi mori detyrën në mars, shefi ekzekutiv i PayPal, Enrique Lores, nisi një transformim gjithëpërfshirës për të thjeshtuar procesin e pagesave dhe për të fokusuar te rritja e kompanisë. Në prill, PayPal i ndau operacionet në 3 njësi që mbulonin arktimet, shërbimet financiare për konsumatorët Venmo, pagesat dhe kriptovalutat, ndërkohë që bëri një sër ndryshimesh në menaxhim.